Emri I tij ishte Mikel. Isha 7 vjeç dimrin e kaluar. Ai ishte I brisht, I vogël. Si një deg ulliri e thatë. Sytë, të mëdhenj e të thellë, ishin ngjitur në dritaren e konsumuar prej druri. Ata nuk I pulitën shumë sytë. Ata vetëm shikuan jashtë. Ai mezi fliste më. Trupi ishte I dobët. Lëkura ishte bërë e zbeth, pothuajse si dylli. Nuk kisha më flok, e megjithatë nuk u ankova. As nuk qava. Ai vetëm qëndroi aty, I heshtur. Sëmundja, mjekët e qytetit thanë se ishte serioze. Leuqemia. Kishte mbërritur në heshtje kur ai ishte 5 vjeç. Dhe nuk doli më kurrë. Mikeli jetonte me gjyshen e tij. Dona Liri, një grua me fytyrë të rrudhur, duar të ngurtësuara, por plot dashuri. Askush nuk e dinte se ku ishte babai. Nëna. U zhduk në botë sapo Mikeli u sëmur. Ata jetonin në një shtëpi të thjesht prej guri me çati të kuqe dhe derë blu. Atje në fund të shpatit të fshatit, pothuajse aty ku fillon pylli. Gjyshja bëri çaj me mollag dhe bleu bukë të ndenjur nga fura e xhamis. U kujdesa për të me gjithçka që kisha. Por ajo që bëri më shumë ishte të qëndronte aty së bashku në heshtje. Sepse ndonjëherë heshtja thot më shumë se çdo fjalë e folur. Përpara shtëpisë kishte një rrugë dheu dhe nga ana tjetër një fermë. Jetonte një kal I quajtur Diell për shkak të syve të tij shumë të qelët. Askush nuk ju afrua. Kafsh e egër, than ata. Ai nuk pranoi as shal as dashuri. Ai kishte një reputacion si I pathyeshëm. Por një ditë, ai ndaloi. Dielli eci ngadalë, kaloi gardhin dhe shikoi dritaren ku ishte Mikeli. Nuk ishte as një sekondë. Ishte një kohë e tërë. Të dy shikuan njëri tjetrin sikur ta njihnin tashmë njëri tjetrin. Të nesërmen ishte njësoj. Dhe edhe tjetri gjithashtu. Që atëherë çdo mëngjes Mikeli priste te dritarja. Dhe diell kaloi pranë. Ata nuk e prekën njëri tjetrin. Ata nuk folën. Por ata ishin bashkë. Dhe kjo ishte e mjaftueshme. Çdo ditë, shumë herët, Mikeli ishte zgjuar tashmë. Nuk kishte nevojë që gjyshja të telefononte. Dielli mezi shkëlqente mbi tokën në obor dhe ai ishte tashmë atje, te dritarja e ulët me mjekrën mbështetur në dru. Matan rrugës, porta e fermës kërciste ngadalë nga era. Ndonjëherë kalonte ndonjë bari me dhitë e tij, ndonjëherë kishte vetëm pluhur në ajër. Por Mikeli nuk ja hoqi syt kthesës së rrugës. Dhe pastaj ai erdhi. Kali. Diell. Ajo kafsh dukej se e dinte saktësisht se sa ishte ora. U shfaq nga hiqi, I qetë, I gjatë, I bukur. Gjithmonë ndalonte në të njëjtin vend, pranë gardhit me tela me gjemba. Ai nuk hingëlliti. Ai vetëm qëndroi aty duke vështruar. Mikeli nuk tha asgjë. Thjesht buzëqesh, lehtë, sikur të thuash faleminderit pa e hapur gojën. Në fillim, gjyshja mendoi se ishte rastësi. Pastaj filloi t'i kushtonte më shumë vëmendje. Diell vinte çdo ditë. Edhe me shi të lehtë. Edhe kur era frynte fort nga malet. Kali nuk do të linte askënd t'i afrohej. Djali I fermerit një herë u përpoq t'i jepte misër, e goditën aq keq sa që ende çalon edhe sot e kësaj dite. Por me Mikelin ishte ndryshe. Edhe pa e prekur. Edhe pa folur. Ishte sikur po flisnin nga brenda. Ai vjen për shkak të tij, murmuriti gjyshja duke parë përmes perdes. Dhe ai e di kur jam e trishtuar, tha Mikeli me pëshpëritje. Fqinjet filluan të komentonin. Ajo kal është e çuditshme, nuk është normale kjo punë. Ai kal duket I magjepsur. Por askush nuk bëri asgjë. Askush nuk kishte guximin t'i dilte përpara kësaj. Madje as fermeri. Çdo ditë ishte përsëri e njëjta. Diell po vinte. Ndalo. Mikeli po priste. Ata shikuan njëri tjetrin. Asnjë gjest, asnjë zhurmë. Vetëm prania. Ndonjëherë djali I tregonte gjyshes së tij për ëndrat e tij, pash ëndër sikur më çoi nëpër male. Dhe ku të çoj? Pyeti ajo. Në një vend pa spital. Ajo nuk u përgjigj. Unë thjesht ja kalova dorën mbi kokë, shumë ngadalë. Dhe ai e shikoi nga larg atë kal të palvishëm si një hije e gjallë paqeje.
Atë javë, Kali nuk u shfaq. 3 ditë rresht. Porta e fermës mbeti e mbyllur. Rruga e dheut e zbrazët. Dhe Mikeli, te dritarja, me bëryllat e tij të hollë mbështetur në dru, vetëm shikonte. Nga agimi në mozg, pa thënë asnjë fjalë. Gjyshja bëri sikur nuk e vuri re, por shikimi i tij ja preu gjoksin. Trishtimi erdhi pa qarë, por erdhi thellë. Ditën e tretë, natën, Mikel thiri butësisht, gjyshe. Çfarë, zemër? A më haroj? Ajo nuk dinte çfarë të thoshte. Ajo thjesht vendosi dorën në ballin e tij dhe qëndroi aty në heshtje. Atë mëngjes, djali u zgjua duke marrë frymë me vështirësi. Lëkura e nxehtë, buzët e çara. Ethet po ktheheshin. Doja vetëm një përqafim të fundit prej tij. Kaq. Asgjë më shumë. Zëri doli i hollë, pothuajse i mbytur, si një gjethe e marrë nga era. Të nesërmen, para se të lindte dielli, fshati dëgjoi. Një zhurmë vjen nga rruga, trokitje, 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 e shpejt, e drejt për drejt, thundra mbi dhe. Gjyshja vrapoi drejt derës. Ai nuk mund ta besonte atë që pa. Ishte diell. Vetëm. Pa shami. Pa litar. Pa askën. Kali vraponte si një shpirt i gjallë. Sytë e tij shkëlqenin. Kur mbërriti para shtëpisë, u ndal. Ai nuk hingëlliti. Nuk lëvizi. Ai vetëm shikoi nga dritarja. Gjyshja e mori Mikelin në krah. Ishte shumë e lehtë, sikur trupi i tij të ishte thjesht një fllad. Ai e çoi djalin te gardi me një çarçaf mbi shpatulla. Dielli tashmë po shkëlqente nga njëra anë. Diell u përkul. Ngadalë, si dikush që kupton. Si dikush që respekton. Mikeli e ngriti krahun me përpjekje. Gishtat po dridheshin. Ai i preku krifën Kalit. Ai e mbështeti fytyrën mbi të. Ata qëndruan atje. Kushto që e pa betohej se koha kishte ndaluar. Gjyshja nuk qau. As djali nuk e bën këtë. As Kali nuk e bën këtë. Ata thjesht qëndruan. Disa thanë se zgjati sekonda. Të tjerë betohen se ishin minuta të tëra. Por atje nuk kishte kohë. As sëmundje. Pa dhimbje. Vetëm një djalë që e dinte se po largohej. Dhe një Kal që nuk donte ta lëshonte pa ndjerë më parë ngrohtësinë e atij përqafimi. Kur u kthyen brenda, Mikeli po flinte. Ai flinte sikur nuk kishte fjetur prej ditësh. I qetë. Me një buzëqeshje të lehtë në buzë. Te dritarja, diell ishte ende aty. U ndal. Pa lëvizur. Sikur të ishin ende duke u përqafuar, edhe pa u prekur më. Ditët kalonin ngadalë. Mikeli nuk kishte më forcë as të ulej vetë. Kam fjetur pothuajse gjatë gjithë kohës. Dhe kur u zgjua, lëvizi vetëm sy. Gjyshja e tij nuk u largua kur nga ana e tij. Ai mori ujë me mjalt në një lugë druri, ndërroi pëlhurat e ballit dhe rregulloi jastëkun me pupla. Ai nuk foli pothuajse asgjë. Ai thjesht u lut në heshtje, me sytë e kuq të dikujt që tashmë e kuptonte. Jashtë, diell vazhdonte të vinte. Çdo mëngjes shfaqej Kali. Ndalova në të njëjtin vend, pranë gardit, në anën tjetër të rrugës. Ai as nuk hingëlliti më. Unë thjesht qëndrova aty. U ndal. Kokën poshtë. Si dikush që pret diçka që nuk mund ta shpjegoj. Atë natë, ethet u rikthyen. I fortë. Mikeli dridhej si një gjethe në erë. Gjyshja e mbuloi me 2 batanie. Nxehtësia ishte e fortë, por djali ende dridhej. A është ai atje jashtë, gjyshe? Murmuroi ai. Ajo shkoi te çarja e perdes. Ja ku ishte. I palvizshëm në errësirë si një hije e gjallë. Po, është zemër. Po të pret. Mikeli buzëqeshi me cep të gojës. Një buzëqeshje e lodhur, por e qetë. Në mëngjes, ai nuk donte asgjë tjetër. As çaj dhe as qumësht. Shikova vetëm nga dritarja duke i lëvizur syt ngadalë. Frymëmarrja e shkurtër. Fundi. I ngadalë. Gjyshja thiri mjekun e fshatit. Kur hyri, ra heshtje. Ai as nuk kishte nevojë të thoshte asnjë fjalë. Ai thjesht i vuri dorën mbi shpatull dhe uli kokën. Në atë moment, diell iu afrua portës.
Ai e preku drurin fort. 1, 2, 3 herë. Nuk ishte një hingëllim. Quhej. Gjyshja shkoi në shtrat. Ai është këtu, Mikel. Në dritare. Si gjithmonë. Djali rrotulloi syt. Shumë ngadalë. Kërkova. Ai mendoi. Të dy shikuan njëri tjetrin për herë të fundit. Mikeli nuk tha lam të mirë. As nuk ishte e nevojshme. Vetëm një herë i pulsoi syt. Pastaj një tjetër. Dhe pastaj ai u qetësua. Gjyshja ja mbajti dorën. E gjithë dhoma u bë e qetë. As era nuk kaloi. Vetëm diell atje jashtë. U ndal. Duke marrë frym ngadalë. Të gjithë mbetën ashtu. Një djalë që po largohej. Një gjyshe që pranoi. Dhe një kal që e dinte. Dielli mezi kishte lindur kur ran kambanat në xhami. Fshati u zgjua në heshtje. Dyert kërcisnin ngadalë, gratë murmurisnin lutje me shami në kokë dhe burrat në rresht me syt ulur mbanin lule të bardha të mbështjella me gazetë. Në dhomën e ndenjes të shtëpisë prej guri, arkivoli i vogël i bardh ishte mbështetur në mur, ishte e thjeshtë, si djali. E mbuluar me lule të egra nga bregu i lumit, të mbledhura nga gjyshja një natë më parë. Ajo ishte ulur në një cep e heshtur. Nuk qava më. Ai mbante vetëm një ruzare të vjetër midis gishtërinjve të shtrembër. Lotët tashmë ishin tharë. Zoti dhe di, murmuriti ajo. Zoti është ai që e di. Askush nuk foli me zë të lartë. Fëmijët nuk vrapuan. Edhe gjelat dukeshin se këndonin më ngadalë atë mëngjes. Dhe pastaj u dëgjua. Tof, tof, tof. Zhurma vinte nga rruga me dhe. Hapa të rëndë. Pluhuri ngrihet lehtë. Një figur u formua rreth kthesës. Ishte diell. Vetëm. Pa një litar. Pa askënd që të udhëzonte. Kali hyri në port, i qetë. Njerëzit ikën pa thënë asnjë fjalë. Ata e dinin se ajo vizitë nuk ishte e zakonshme. Ai u ndal para derës së shtëpisë. Ai shikoi. Ai mori frym thellë. Pastaj hyri ai. Në dhomë, ai ju afrua arkivolit. Ai uli kokën. Ai e vuri hundën pas luleve. Dhe aty qëndroi. Ende. Pron. Si kur të thoshte, tani unë jam ai që do ta mbaj atë. Disa donin ta merrnin, por gjyshja ngriti dorën, duart dhe këmbët. Lereni. Mos prek. Lereni të qetë. Koha dukej si kur ndaloj aty. Kur arkivoli u nxor nga pas, diell e ndoqi. Hap pas hapi. Pa nxitim. Pa zhurmë. Në varreza, ai qëndroi veç mas. Por ai nuk ja hoqi syt. Kur të gjithë ikën, ai nuk lëvizi. Drita e vonë e pasdites rambi lëkurën e saj të qelët. Era frynte ngadalë. Dhe ai qëndroi. Edhe kur u errësua. Edhe kur llamba e fundit u fik. Edhe kur nata u shndërrua në heshtje. Ja ku ishte. Në këmbë. Firmë. Si dikush që është ende duke pritur. Sa po ke ndjekur një udhëtim dashurie të heshtur, besnikërie që shkon për te jetës, të një djali që ëndërronte një përqafim, dhe të një kali që priti deri në fund. Dhe pastaj përsëri. Histori të tilla nuk janë vetëm për t'u parë. Ato janë për t'u mbajtur. Të kujtosh se dashuria e vërtet nuk bërtet. Ai thjesht qëndron. Dhe prit. Ashtu si diell. Nëse kjo histori ju preku, lini pëlqimin tuaj. Kjo na tregon se ja vlen të vazhdojmë të tregojmë histori të tilla, të thjeshta, njerëzore, reale apo të mundshme. Dhe nëse doni të merrni më shumë histori që i flasin drejt për drejt shpirtit, regjistrohuni në kanal tani. Këtu, çdo video është bërë me zemër. Me respekt për dhimbjet dhe bukuritë e jetës. Aktivizo zilen, sepse kur të mbërri historia tjetër, mund të jetë pikërisht përqafimi që ke pritur. Faleminderit që jeni këtu.